Atëherë unë e kuptova logjikën e juaj, më falë që po ndërpres, që neve duhet lozim në Poloni me sistemin 4-3-2-1 ose mund të quhet sistemi Brelli të Krishtlindjeve. Si ishte kjo? Sistemi 4-3-2-1. Jo, si quhej? Sistemi Brellit të Krishtlindjeve, që është me sistem vertikalizuar me Brellit, sistemi Brellit, se kishim dëgjuar këtë. Nikole, kishim dëgjuar këtë ti? Sistemi Brellit? Ky është më sistemi klasik që ka luajtur dikur Milani që ka pas lojtarët më të mirë që ka fituar Champions League-ën. Kështu që mendoj, je shumë i saktë ke pjesa me 3 mes fushorët cilët... Qa mendon për sistemin e Brellit, profesor Vasili? Është i saktë ashtu, si që thotë, por kam në një gjë cilë më ngelet me rak, më ngelet me rak, pse Shqipëria duhet gjejë një gjë tjetër për mendimin tim. Ne po na los shumë mirë edhe Gjimshiti dhe Ajet. Po na los shumë mirë. Në sistemin mbrojtës. Por, them, pa ofenduar as Ajetin që është lojtar shumë i mirë. Në kjo pse ne do të gjenim një stoper me këmbën e majt, ne do të arrisnim lojën tonë 30% më shumë. Arsyeja është kjo, është e thjeshtë. Nëse do gjenim stoper me këmbën e majt, Lostë nga e majta dhe Gjimshiti nga e djathta, neve me këta dy lloj stoperash, një me të majt dhe një me të djathtë, do të jam i bindur ose do të ndodhte kështu, do të dilim kollaj nga presioni që mund të bëj kundërshtari. Për arsye se Gjimshiti është një lojtar që vertikalizohet shumë mirë, nuk është vetëm paralel vetëm, por ai ditë vertikalizohet, kaloj linja duke vaj topin mes në fushës. Kaluar mes në fushës. Dhe nuk jemi të detyruar të kthejmë Aslanin mbrapa që na fut lojën në qarkullim. Edhe nëse do të gjenim një stoper, që sot nuk e kemi, me këmbën e majt, jam i bindur 100%. E kishim pra Bajramin, po se aktivizum, iku tek Zvicra. Nuk e di është me këmbën e majt apo. Sallaks ishte. Nuk e dine, është me këmbën e majt. Kumbulla mund të luaj, do për shembull me këmbën e majt, po Kumbulla është dhe mirë me kokë se kemi levën. Ja thot për klasik. Edhe Kumbulla është me këmbën e djathtë, më duket. Jo, Sallaks më duket Kumbulla. He? Me këmbën e djathtë. Me djathtën është Kumbulla? Okej, në rregull. Pasani është. Pasani, po flasim për stoperat, okej. Do më të kemi një stoper me këmbën e majt, okej? Thot pjesën e organizimit e thot shumë mirë Vasili, arzakonisht mirë, që mund të futet, bëj rolin si që ka bërë. Edhe Mitaj mund të futet në punë më mirë? Po Mitaj është në krah. Po jo pra, qofse... Shiko, mos dalim nga logjika. Jo pra, qofse... Vasili tha 2 stoperat, tha shumë, njëri luaj me qendërmbrojtësat, njëri me këmbën e djathtë, njëri me këmbën e majt. Këtë po të themo, qofse është një Sallak stoper, e fut Mitajn më shumë në punë, më kollaj këtë po të pyetje po bëj. Se tha 30%